Unë 2 pasione kam pas në jetën time. Punën, aparatin edhe futbollin. Sotir Bardhi nga qyteti i Gramshit është sot 74 vjeç e megjithatë nuk i ndahet pasionit të tij për futbollin. Ai ndjek çdo ditë stërvitjen e ekipit nga afër. Në rastet kur ka ndeshje, është gjithmonë aty 2 orë para se të fillojë. Sot ta bëri emër që në moshën 15 vjeçare. Ai ishte pjesë e ekipit të futbollit të qytetit që në ato kohë luante në kategorinë e dytë në kampionatin kombëtar të futbollit. Deri në vitin 1978 ishte portier i ekipit dhe fal tij, ekipi i futbollit të Gramshit zinte gjithmonë vendet e para. Unë kujtoj rinin në atë kohë kur në ato vite neve vinim luanim futboll, një futboll i pastër, një futboll i bukur, me gjithë shpirt e me gjithë zemër. Unë e kam fillu futbollin që në vitin 1965. Jam aktivizuar me ekipin e trinjve, me treneri që me Lekshau. Në vitin 66 unë më kanë marrë me ekipin e parë, me trener Yqmet Bylikun. Ishin vitet të bukura, ishin vitet të vështira. Futbolli me të vërtet atëherë ishte i pastër, burror, me sakrifica dhe me kulturë. Sota me nostalgji në rrëfen se në ato vite luaj futbolli vërtet dhe kur gjendeshin brenda fushës, fitoria nuk diskutohej. Në Gramsh, ish futbollistët e kohës së art numërohen me gishtat e dorës. Shumë pak prej tyre e kanë trashëguar pasionin për futbollin. Ajo fushë mbushësh plot e përplot me spektator, që këtë plejt të rinj, vajza, gra, që na ndiqnin me admirim. Unë kam luajtur 10 vjet me ekipin portier. Për mua ka qenë kënaqësi, veshja e fanellës së Gramshit ishte kënaqësi. Unë nuk përfaqësonja veten time, por përfaqësonja rrethin e Gramshit. Dhe jam mirënjohës për gjithë tifozat e Gramshit, për gjithë rrethin e Gramshit, që na duar trokistin, na donin, na respektonin, edhe manjerë ku kishim dhe na humbja, na ngushëllon. Tashi në ata futbollistë ne kemi pas shumë futbollistë. Tashi këtu jetojnë Kujtim Llalla, që ka qenë futbollist i mirë, ka qenë doktor, ka luajtur me Dinamon, pastaj erdhi në Elbasan, pastaj erdhi Keneve. Është Dervish Zaimi, dhe ky një futbollist shumë i mirë. Petro Kongjoni, edhe ky po ashtu, Tahir Deliu, Nefail Shqyriu, edhe Lad Ibra. Rrugën e Sotës e ndjek tashmë i biri, i cili luan me ekipin e Gramshit. Unë i kam trashëguar djalit tim Sajmirit, që kam shumë mirënjohje, është djalë që më ka marrë zanatin shumë, edhe futbollin, ai e ka marrë vetë. Mirë, po kjo që kanë quhet si në genë, dhe për mua ka qenë kënaqësi, djalin e ndiqja gjithmonë kur luante këtu dhe ishte një lojtar i mirë, ka luajtur në Greqi, ka shkuar në Rumani, ka luajtur me Elbasanin, pastaj erdhi këtu me Gramshin, kapiten skuadre, luajti për vite të tëra, një 10-12 vite. Lojtarëve të ekipit të Gramshit sot ai lë porosi ta duan futbollin e t'i kërkojnë bazat e fitores tek loja kolektive. U them që luani me shpirt për të nderuar ekipin, për të nderuar qytetin, se i keni gjithë kushet, kurse ne nuk i kishim kushet. Ne lahashim në ujë ftohtë, ne me i palkëpuc, kështu që për këtë mua, në rastin e 60 vjetorit, mua më kanë dhënë një certifikat mirënjohje si futbollist i mirë. Kështu që jeta ime ka qenë shumë e bukur dhe unë jam shumë mirënjohës edhe për atë sistemin e parë, se në atë sistemin e parë unë jam dekoruar nga Kuvendi Popullor. Më vjen shumë keq që ne jemi ca futbollistë nga karriera ime nuk ka, po këtu janë një 3-4 futbollistë që kanë luajtur mas meje, nuk shikohen në aty. Ne i kemi dhënë këtij qyteti. Ne i kemi dhënë qyteti se na dhimbte shpirti, na dhimbte qyteti, na dhimbnin sportdash, që ne na ndiqnin sportdash, na vinin kudo që shkonin Peqine, Librazhde, Koçovë. Kështu që unë u them sportistëve që janë sot, hipni për qytetin tuaj, nderojeni qytetin tuaj, që edhe neve tifozat t'ju respektojmë.